momente në jetë që nuk mund t'i shpjegosh me fjalë. Momente kur bota ndalet, kur gjithçka që njohje shembet në një sekond dhe kur zemra nuk di më ku të shkojë. Kjo është historia e dy vëllezërve binjak, dy shpirtra që lindën bashk, që frymorën të njëjtin ajër për vite me radhë dhe që pastaj u ndan me forcë nga rrjedha e egër e historisë. Njëri u largua pa ditur se ku shkonte, tjetri mbeti pa ditur se ku kishte shkuar i vëllai. Dhe nëna mbeti vetëm me dy krabosh dhe një britëm që nuk doli kurrë plotësisht nga goja e saj. Nëse ke ndjenjë, nëse ke zemër, nëse ke dikë që e do në këtë botë, kjo histori do të godas deri në palc. Dhe para se të vazhdojmë, dua të pyes diçka. Nëse do të ndaheshe nga dikush që e do shumë dhe do të kishe vetëm një sekond për t'i thënë diçka, çfarë do t'i thoje? Shkruaje në komente, sepse kjo histori na kujton se disa fjalë nuk thuhen kurrë në kohën e duhur, dhe pastaj është tepër vonë. Tani, ul zërin e botës jashtë, sepse historia që po fillon tani është e vërtet sa çdo dhimbje që ke ndjerë ndonjëherë. Kishte një fshat në rrethinat e Kosovës, ku koha dukej se ecte ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Jo sepse ishte ndonjë vend mitik apo i largët nga çdo gjë, por sepse në atë fshat njerëzit jetonin me një thjeshtësi dhe një ngrohtësi që sot ndoshta nuk e gjen dot me lehtësi. Shtëpit ishin të vogla, muret e gurta, oborret plot me lule që i mbillte dora e gruas, dhe era e barit të kositur mbushte çdo mëngjes si një premtim i heshtur se dita do të ishte e mirë. Në atë fshat, në një shtëpi me 2 dhoma dhe një odhë të madhe, ku familja mblidhej çdo mbrëllje, jetonte Fatmja, një grua me sy të thellë, flokë të zeza të lëshuar pas kokës dhe duar të forta nga puna, por me një butësi në prekje që fëmijët e ndjejnë menjëherë, edhe pa e kuptuar. Fatmja ishte grua e besimit, një burr i qetë me fjalë por i fortë me punë, njëri që ngritej me diellin dhe shtrihej me të. Kishin ndërtuar diçka me duart e tyre, jo vetëm shtëpinë, por edhe jetën. Dhe pastaj erdhi dita kur Fatmja lindi 2 herë. Nuk e kishte pritur, sepse asnjë mjek nuk e kishte thënë qartë. Bota rurale kishte gjërat e veta, gratë pleqe që vinin e shkonin, ujin e nxehtë, shamisin e bardha dhe lutjet e ulta. Kur doli i pari, e gjithë dhoma mori frym. Kur doli i dyti, pak sekonda më vonë, e gjithë dhoma qau, edhe Fatmja qau, por jo nga dhimbja, qau sepse ndjeu diçka që nuk ishte fjalë, sikur zemra i ishte dyfishuar brenda kraharorit. I quajtën Liridon dhe Liburn, emra që i zgjodhi Fatmja vet, me gojen e saj, pas dite kur ishte pak e qetë dhe besimi ishte ulur pranë saj duke i mbajtur dorën. Emra që tingëllonin si dritë dhe si liri, 2 gjëra për të cilat ky popull kishte djers dhe gjak të derdhur. Binjakët u rritën si që rriten vetëm ata që kanë njëri tjetrin, pa ndjerin nevojën e shumë gjërave të tjera. Liridoni ishte pak më i gjallë, pak më i zurmshëm, ai që hidhe i pari nga gropa dhe qeshte i pari nga çdo lojë. Liburni ishte i qetë, vëzhgues, ai që ulej dhe shikonte botën para se të vendoste ta prekte botën. Por kur ishin bashk dhe ishin gjithmonë bashk, formonin një tërësi të çuditshme dhe të bukur. Njëri e plotësonte tjetrin pa e kuptuar. Fatmja i shikonte nga dritarja e odës ndërsa luanin në obor dhe ndjente atë ngrohtësi në gjoks që vetëm nënat e njohin. Besimi ulej pranë saj, hiqte duhanin e tij të heshtur dhe thoshte her pas here: "Kemi shpirtra të myrë." Jo fjalë të mëdha, jo premtime, por ato 3 fjalë mbanin gjithë peshën e dashurisë që kishte. Edhe fëmijëria kishte shijen e saj, erën e dheut pas shiut, ngjyrën e pemës së mollës që kishte pikërisht skajin e oborrit, zërin e nënës që i thërrishte për darkë, duke i zgjatur zërin si këngë. Liridoni dhe Liburni rriteshin duke mos ditur se çfarë ishte frika, duke mos ditur se çfarë ishte mungesa, duke mos ditur se bota jashtë fshatit të tyre kishte ngjyra shumë të errta. Por historia, fatkeqësisht, nuk i pyet fëmijët kur vendos të ndryshojë gjithçka. Shenjat e para erdhën si tinguj të largët, bëjtma të natës, hije njerëzish që kalonin në dritaret e mbyllura, zëra të meshkujve të rritur që fliteshin në heshtje nën qiellin e yjeve. Besimi filloi të hapte pak dyerën në shtëpisë dhe të dëgjonte me vesh të skalitur, kurse Fatmja shtrydhte duart pa e kuptuar vet. Fëmijëve nuk u thuaj gjë, sepse çfarë mund t'i thuash fëmijëve kur nuk di as vet çfarë po vjen.
Liridoni dhe Liburni ndjejnë atë që nën e bab nuk thonë. Kjo është e njohur. Fëmijët kanë antena të holla për tensionin e të rriturve. Dhe kështu, edhe loja e tyre u ndryshua pak, bëhej pak më e qetë, pak më e ngushtë, me sy pak më të hapur drejt shtëpisë, sikur donin të siguroheshin se nëna ishte ende aty. Pastaj erdhi nata kur gjithçka u thye. Nuk kishte pasur kur një natë kaq të zhurmshme në atë fshat. Së pari u dëgjua tymi, jo i shiut, por ai tjetri, ai që nuk hyn nga dritaret e mbyllura, por nga kujtesa. Pastaj zërat, pastaj drita e zjarrit që dukej larg, por çdo minutë dukej pak më afër. Besimi i zgjoi të gjithë me duart e tij të mëdha dhe me zërin e ulët, por urgjent. Fatmia u ngrit pa i thënë asnjë fjalë, mblodhi binjakët në krahët e saj me një forcë që nuk e dinte se e kishte dhe u larguan nga shtëpia duke u hedhur në errësirën e jashtme. Rrugët e fshatit ishin plot njerëz, të gjithë iknin. Nuk kishte kohë për të pyetur, nuk kishte kohë për të kuptuar, kishte vetëm rrugë para tyre dhe gjombi i frikës pas tyre. Besimi mbante Liburnin në krah, Fatmia mbante Liridonin. Vllai i Fatmiës, Azemi, ishte bashkë me ta dhe disa fëmijë, 10 njerëz të tmerruar, të gjithë duke vrapuar drejt asgjë kahit. Nuk e di askush si filluan të ndahen. Kjo është gjëja e tmerrshme e trazirës, se nuk ka rend, nuk ka plan, nuk ka asnjë logjik, ka vetëm kaos i pastër, dhe kaosi nuk respekton askënd. Diku në atë errësirë, mes shtytjeve dhe kështu, pa ndonjë lam të mirë, pa ndonjë fjalë të fundit, pa as edhe një shikrim të fundit, familja u thye në 2 copa. Mëngjesi erdhi si gjithmonë. Dielli u ngrit, zogjt kënduan. Qielli u bë i kaltër mbi pyjet e Kosovës. Por atë mëngjes, disa mijëra njerëz u zgjuan të zhvendosur, të tmerruar dhe me zemra të thyera. Fatmia ishte ndërmjet tyre, e ulur mbi dhe, me Liridonin në prehër, duke i vëzhguar fytyrën e tij të vogël me sy të çmendur. Liridoni kishte rënë një gjumë të rëndë, të lodhur nga qarja dhe frika e natës. Faqet i kishin gjurmë lotësh të tharë, flokët i ishin ngatruar. Frymëmarrja e tij ishte e qetë. Ai vetmi gjë e qetë në atë mëngjes. Fatmia e shikonte dhe mendonte. Ku je Liburn? Ku je Besim? A jeni gjallë? Grupi i saj kishte arritur deri në një fshat tjetër, pak kilometra larg, ku kishte shtrirë çadra dhe ndihmë ndërkombëtare. Gratë kalonin me fëmijë në krah, burrat e rritur qëndronin me faqe boshe. Pleqt u lëriteshin mbi dheun, duke kujtuar diçka që nuk kishte emër. Azemi, vëllai i Fatmjes, ishte gjetur bashkë me të. Ai ishte ndërmjetësi i vetëm midis saj dhe botës në ato ditë. Ai ishte ai që shkonte e pyeste, ai që gjente bukë dhe ujë, ai që mbante qetësinë kur Fatmia nuk kishte më fuqi ta mbante vetë. Por edhe Azemi kishte lot që i fshinte me shpejtësi, duke kthyer kokën më njam që Fatmia të mos i shihte. Ditët filluan të kalonin me ngadalësi të tmerrshme. Çdo ditë Fatmia pyeste për Besimin dhe Liridonin, pyeste çdo njeri që vinte nga drejtimi i fshatit të tyre, pyeste ushtarët e kësaj apo asaj force, pyeste gratë pleqe, pyeste edhe Zotin, me fjalë të ulta, me buzët e lëvizura pa zë, duke shikuar qiellin me atë lloj shikimi që nuk pret përgjigje, por nuk di ku tjetër të shojë. Liridoni filloi të kuptonte pak e nga pak. Fëmijët kuptojnë shpejt kur nëna qan çdo natë, kuptojnë kur heshtja ka peshë, kuptojnë kur pyesin ku është Liridoni, dhe nëna nuk u thot asgjë, por i shtrëngon pak më fort pas kraharorit. Dhe kuptimi i tij i vogël, i brisht dhe i çal, e bëri edhe atë të mbaj heshtjen, sepse ndijoi se çfarë pyetjesh mund t'i thyenin nënën edhe më shumë. Javë më pas, erdhën lajmet e para, copëza informacionesh, gjysmë fjalësh, emra të dëgjuar rastësisht. Besimi ishte parë gjallë nga një njeri i fshatit fqinj. Ai ishte mes grupit të burrave që kishin marrë drejtim tjetër gjatë asaj nate, por nuk dihej saktësisht ku ishte tani. Dhe Liridoni? Liridoni ishte me të, kjo thuhej, por thuhej në kohë lufte, nuk ka peshën e dihet. Pastaj, lajmi ndryshoi. Dikush tjetër tha se kishte parë Besim larg ku nuk do të kishte zjarr dhe brit manate.
Azemi i tha Fatmjes se duhet të shkonin, se me Liridonin nuk mund të qëndronin aty, pezull mbi dhe, me stymit dhe pasigurisë, se ndoshta, kur gjërat të qetësoheshin, do të ktheheshin dhe do të gjenin Besimin dhe Liburnin. Fatmja heshti. Pastaj tha diçka që Azemi nuk e harroi kurrë. Nëse largohem, si do ta gjej Liburni shtëpinë? Azemi nuk pati përgjigje. Por largohen sërish, jo sepse donin, por sepse rruga i çoi. Si gjithmonë, rruga i çoi ata që nuk kishin fuqi të kundërviheshin. Grupi u mblodh, u organizua, u ngarkua në automjete. Fatmja hipi me Liridonin në prehër dhe me sytë e kthyer pas derisa fshati i tyre u bë pikë, pastaj asgjë në horizontin e pluhurosur. Dhe njëkohësisht, diku tjetër, Besimi qante mbi djalin e tij të vogël, duke mos ditur ku ishte nëna e tij, ku ishte Liridon, ku kishte përfunduar gjysma tjetër e zemrës së tij. Liburni ishte shumë i vogël për të kuptuar, por kishte nisur të pyes: ku ishte mami? Ku ishte Lidroni? Sepse kështu e thoshte vëllain, me atë gojën e vogël. Dhe Besimi, me atë forcë të çuditshme që gjejnë prindërit kur duhet, i thoshte: do ta gjejmë, do ta gjejmë. Por Besimi nuk besonte fjalët e tij, jo plotësisht, jo atë natë. Rruga nga Kosova drejt Australisë nuk është rrugë, është odise, është vite, ndalesa, zyra, letra, vulosje dhe pritje. Është gjumë nëpër vende të huaja, ushqim pa shije dhe fëmijë që pyesin kur do të kthehen në shtëpi, ndërsa ti nuk di çfarë të përgjigjesh. Grupi ku ishte Fatmja me Liridoni dhe Azemin kaloi nëpër disa vende para se të arrinin në Australi. Kjo nuk ishte zgjedhja e tyre, ishte zgjedhja e rrethanave, e dokumentave, e fatit. Çdo vend i ri ishte një dhomë tjetër pritshmërie, një fytyrë tjetër zyrtare pas xhamit, një rrath tjetër njerëzish me syze bosh dhe shpresë të lodhur. Liridoni rritej në këto vende të ndërmjetme. Rritej shpejt si rriten fëmijët kur u merret fëmijëria para kohe. Filloi të fliste pak anglisht, mësohet kur dëgjon, kur nuk ke zgjedhje tjetër. Hante çfarë i jepej pa u ankuar, flinte ku gjente, por gjithmonë, çdo mbrëmje, i thoshte nënës: mami, ku është Liburni? Dhe Fatmja, çdo mbrëmje, i thoshte: po e kërkojmë zemër, po e kërkojmë. Ajo foto qëndronte gjithmonë mbi tryezë, jo në sirtar, jo e fshehur, por aty, ku syri e shihte çdo ditë, sepse Fatmja nuk donte ta harronte asnjëherë dhe nuk donte që Liridoni ta harronte. Kur Liridoni u rrit pak më shumë, filloi të shihte atë foto me kurreshtje tjetër, jo si thjesht njohje, por si pyetje. Ai e dinte se kishte vëlla binjak. Fatmja i kishte treguar herët, me fjalë të kujdesshme, me ton të ngadalt, siç u tregon nënave fëmijëve gjërat që dhembën. Por ta dije dhe ta ndjesh janë dy gjëra krejt të ndryshme. Me kalimin e kohës, ajo foto filloi të peshonte ndryshe. Fëmia kur rritej, fotoja qëndronte njëjtë, por ai ishte bërë tjetër, kishte ndryshuar, kishte shtuar njohuri dhe dhimbje dhe pyetje. Dhe njëra nga pyetjet që shtonte çdo vit ishte: ku është ai djali? Ku është ai djali që duket si unë? Fatmja shkruante letra, vite me radhë shkruante. Te organizata ndihmëse, te komuniteti shqiptar i Australisë, te miqtë e vjetër që kishin mbetur në Kosovë apo ishin shpërndarë nëpër Europë. Letrat udhtonin ngadalë dhe ktheheshin shpesh pa përgjigje, ose ktheheshin me nuk kemi informacion, ose me heshtje, e cila ishte përgjigja më e dhimbshme. Azemi bënte gjithçka ç'mundej, por edhe ai dinte që burimet e tij ishin të kufizuara. Ai ishte njëri i thjesht, pa lidhje të mëdha, pa autoritet institucional. Mund të pyeste, mund të telefononte, mund të vizitonte ambasada e zyra, por sistemi ishte i madh dhe njeriu i vogël. Liridoni filloi shkollën e mesme dhe pastaj universitetin. Bëhej djalë i mençur, i qetë, me sy që shikonin pak më thellë se moshatarët e tij. Miqtë e tij australian nuk e dinin plotësisht historinë e tij. Ai nuk fliste shumë. Jo nga turp, por nga ajo lloj dhimbjeje që nuk di si t'i shpjegohet dikujt që nuk e ka ndjerë. Brenda tij, megjithatë, Liburni jetonte çdo ditë. Jo si kujtim i gjallë, sepse ishin ndarë kaq të vegjël, por si ndjesi, si boshllëk, si diçka e munguar që nuk kishte emër.
Herë kur shihte pasqyrën, dihej sikur po shihte dikë tjetër. Herë kur ishte vetëm dhe i qetë, ndjente sikur duhet të ishte dikush tjetër aty. Nuk ishte e logjikshme, ai e dinte, por zemra nuk është logjike. Dhe Fatmia plakej, jo keq, jo shpejt, por plakej me atë lloj plakjeje që vjen nga brenda, nga mbremsa e vazhdueshme. Liburni ishte shumë i vogël kur u kthyen. Nuk mbante mend shumë nga nata e trazirës, vetëm krahërorin e fortë të babit dhe erën e tymit dhe zhurmën e madhe. Por ndoshta edhe ai mbante mend diçka, pa e ditur, sepse çdo mbrëmje, kur besimi e shtronte për të fjetur, Liburni pyeste: "Ku është mami? Ku është vllai?" Besimi i jepte të njëjtën përgjigje: "I kërkojmë, do t'i gjejmë." Fshati u rindërtua ngadalë, njerëzit u kthyen pak e nga pak, ata që kishin shpëtuar, ata që kishin ikur dhe tani vinin mbrapsht, ata që kishin mbetur dhe kishin bërë të pamundurën të mbijetonin. Kishte humbje të paplotësueshme, dhe jo vetëm besimit. Çdo shtëpi kishte humbur diçka. Besimi punoi tokën, pati ndihmë nga fqinjët, mori Liburnin me vete sa herë shkonte, sepse nuk besonte të linte djalin vetëm, jo pas asaj nate. Liburni rritej duke parë baban të punoj, të ngrihet herët, të mos ankohet, të bënte gjithçka me duart e tij. Kjo mësim pa fjalë bëri Liburnin të bëhet i qetë e i fuqishëm si toka vet. Por brenda, Liburni kishte një plag të heshtur. Shkolla erdhi, dhe me shkollën erdhën edhe miqt dhe normalja e re. Liburni mësoi mirë, ishte i mençur, i kujdesshëm, me kujtesë të fortë. Por kishte moment kur miqt e tij flisnin për nënat e tyre. "Mamja ime bëri kështu, mami ime tha ashtu", dhe Liburni heshte. Nuk ndjente xhelozi të keqe, vetëm atë hapësirë të zbrazët, atë mungesë specifike, si të donje të pish ujë dhe gota të ishte e thyer. Besimi nuk fliste shumë për Fatmien dhe Liridonin, jo nga mos ndërgjegjja, por nga dhimbja. Ka lloj dhimbje që nuk fliten me fjalë, veçanërisht jo me fëmijën, veçanërisht jo kur fëmia të shikon me ato sy të mëdha dhe do të kuptojë çdo send. Besimi e mbante brenda, dhe kjo mbajtje e brendshme e bëri veten pak të mbytur, pak të mbyllur, pak si ai pemë që ngrihet bukur por ka degë që nuk i del lule. Me kalimin e kohës, Liburni u bë djalë i rritur. Bëri shkollën, pastaj studimet, pastaj punën. Fshati u bë qytet, qyteti u bë kryeqytet dhe Liburni u zhvendos, si shumë të rinj, drejt mundësive të reja. Por qyteti i ri nuk i largoi mendimin e nënës, as mendimin e vllait. Ai kishte mësuar nga besimi, kur të rritej pak, kur besimi pa se djali ishte mjaftueshëm i madh për t'i duruar. Kërkimi nisi si shumë gjëra të mira dhe të rëndësishme, ngadalë, me vështirësi dhe pa asnjë garanci. Liburni filloi të mbledh informacion. Filloi nga Kosova, me ata pak njerëz që kishin mbijetuar dhe kishin kujtime nga jonat. Filloi nga organizatat ndërkombëtare që kishin dokumentuar lëvizjet e popullsisë gjatë trazirës. Filloi nga Bashkësia Shqiptare në internet, forume, grupe, faqe të kujtimit dhe të ribashkimit. Por informacioni ishte i copëzuar. Kishte dëshmitar që kujtonin diçka, por jo saktësisht. Kishte emra që tingëllonin si ata të nënës apo xhaxhait, por nuk mund të siguroheshe. Kishte rrugë që çonin deri diku dhe pastaj ndaleshin, si udhë malore që mbaronin befas mes shkëmbinjve. Njëra nga gjërat më të dhimbshme në kërkim është momenti kur mendon se je afër dhe pastaj zbuloni se nuk je. Liburni e njohu këtë moment shumë herë. E njohu kur u telefonua me një grua nga Australia që nuk ishte Fatmia. E njohu kur gjeti një Liridon Krasniqi, sepse Liridoni i tij mbante mbiemrin Krasniqi, ashtu si i gjithë familja. Por ai Liridon kishte lindur 10 vjet më vonë dhe ishte nga fshati tjetër. E njohu kur i erdhi email nga organizata e rifagjosjes me fjalet: "Nuk kemi informacion të mjaftueshëm." Çdo herë që ndodhte kjo, Liburni rrinte qetë dhe e kuptonte brenda. Pastaj çohej dhe vazhdonte. Jo nga ngurtësia, por nga vendosmëria. Nuk kishte lehu ndryshim. Besimi plakej dhe ndiqte kërkesat e djalit me frymemarrje të ndalur. Ishte bërë plak me flok të bardhë dhe duar të dridhura, por syt i kishte të njëjtë. Ato sy të errta, të thellë, me atë dritë të vogël brenda që shpresa e mban gjallë edhe kur nuk e di vetë.
Liburni mori rrugën e teknologjisë. Kohët kishin ndryshuar, interneti kishte bërë botën më të vogël, platformat e gjetjes kishin bërë gjëra që dikur ishin të pamundura. Ai krijoi profile, postoi mesazhe, u lidh me komunitetin shqiptar në Australi. Postoi fotografinë e vjetër që i kishte dhënë Besimi, e skanuar dhe ngarkuar me kujdes, me fjalë të shkruara poshtë. Kërkoi të vëllain tim binjak, ndodhur gjatë trazirës, besoi se ndodhet në Australi. Emri Liridon Krasniqi. Posti u shpërnda, jo sa kishte shpresuar, por u shpërnda. Disa njerëz e ndan, disa komentuan, disa thanë se do të pyesnin njerëzit e tyre. Dhe pastaj, heshtje. Jo heshtja e fundit, jo heshtja e humbjes, por ajo heshtje e pazakont, ajo heshtje ku nuk dine se askush nuk të ka... Fatmja kishte filluar të humbiste shpresën. Jo tërësisht, jo kur tërësisht, por kishte momente ku lodhja ishte e madhe dhe shpresa ishte e lodhur, dhe ajo ulej dhe mendonte. Ndoshta nuk do ta shoh kurrë, ndoshta ai ka rritur pa mua dhe ndoshta as nuk do të donte ta dinte se kush jam. Ky mendim ishte më i dhimbshmi, të kishe kaluar të gjitha ato vite duke menduar për dikë dhe pastaj të pyesje veten nëse ai dikush e dinte akoma që ti ekzistoje. Liridon kishte ndëgjuar historinë e tij her pas here. Kur ishte fëmijë, Fatmja ja kishte treguar me gjuhë të kujdesshme. Kur ishte rritur, ja kishte treguar plotësisht, dhe Liridon e kishte dëgjuar gjithmonë me vëmendje, me atë qetësi të tij karakteristike, duke i shtrënguar dorën nënës kur ajo qante. Por kishin bërë edhe ata kërkime, kishin postuar, kishin pyetur, kishin telefonuar nëpër lista. Edhe ata kishin goditur mure, edhe ata kishin marrë nuk dim dhe nuk kemi informacion, edhe ata kishin kaluar ato momente kur mendonin se ishin afër dhe pastaj zbulonin se nuk ishin. Dhe të dyja familjet, njëra në Kosovë, tjetra në Australi, ishin duke kërkuar njëra tjetrën pa arritur të takoheshin, si dy njerëz që ecin në korridor të gjatë të errët, secili duke mbajtur qëririn e vet. Dhe pastaj, sepse jeta ndërhyn në mënyra të papritura, gjërat filluan të ndryshojnë. Një antar i komunitetit shqiptar të Australisë, një grua e moshës mesatare nga qyteti Melbourne, po shfletonte profilin e saj në rrjet dhe pa postin e Liburni. Posti kishte udhëtuar nëpër grupe, nga njëri profil tek tjetri, derisa kishte arritur tek ajo. Ajo e lexoi me kujdes, pastaj e lexoi edhe një herë. Pastaj shikoi fotografin, dy fëmijë identik, faqe të njëjta, qeshje të njëjta. Diçka e njohu. Ajo e ndau postin në grupin e komunitetit shqiptar të Melbourne, një grup me disa mijëra antar, shqiptar nga Kosova dhe nga Shqipëria, njerëz të shpërndar nga e gjithë bota që e kishin gjetur njëri tjetrin në qiellin australian. Posti mori komente, mori shpërndarje, dhe pastaj në mes të asaj vale komentesh, dikush shkroi diçka të shkurtër dhe të rëndë. Unë njoh një djalë të quajtur Liridon Krasniqi këtu në Sydney, ka histori të ngjashme. Liburni e pa komentin gjatë natës, kur ishte ulur me kompjuterin para tij dhe kafen e ftohtë pranë. Zemra i ra me forcë, duart filluan pak të dridheshin, jo nga frika, por nga ajo lloj emocioni që godet kur diçka e madhe po ndodh dhe trupi e ndjen para se mendja ta kuptoj plotësisht. Ai shkroi menjëherë tek personi që kishte komentuar. Shkroi shpejt por pa u hutuar, me datat, me emrat, me detajet. Personi u përgjigj. Kishte një mik Liridon Krasniqi, shqiptar nga Kosova, i rritur në Australi. Kishte ardhur si fëmijë gjatë trazirës. Nëna e tij quhej Fatme. Fatme. Liburni u ngrit nga karrigja, ecte në përdhom, pastaj u ul sërisht, pastaj u ngrit sërisht. Ishte ato lloj çastesh kur nuk di çfarë të bësh me trupin tënd, kur energjia e emocionit është shumë e madhe për ta mbajtur pa lëvizur. Shkoi tek dhoma e besimit, e zgjoi me kujdes. Plaku u hap me sytë e vjetër, pa konfuz nga gjumi. Liburni u ul pranë tij dhe i tha me zë të ulët: "Baba, mendoj se i gjetëm." Besimi qëndroi pa lëvizur për disa sekonda. Pastaj syti u mbushën. Jo lot të shpejt, por ata lot të ngadalt, të rriturve, të atyre që kanë pritur shumë gjatë.
por edhe gjetja ka rrugën e saj. Edhe ky moment i madh nuk ishte i menjëhershëm, kishte ende hapa, ende konfirmime, ende ato pengesa të fundit që fati i vendos para teje, sikur të testojë nëse me të vërtetë dëshiron atë çfarë po kërkon. Liburni mori kontaktin e miqve të Liridonit dhe dërgoi mesazh. Mesazh i shkurtër, i kujdesshëm, i shkruar i rishkruar 10 herë para se ta dërgonte. Emri im është Liburn Krasniqi, jam nga Kosova, besoj se jemi vëllezër binjak. Nëse emri Fatme dhe Besim të thot diçka, të lutem përgjigju. Pastaj priti. Orët kaluan, nata u bë mëngjes, mëngjesi u bë pasdite. Liburni punoi, ose u bëri sikur punonte. Në realitet, syt i ktheheshin çdo 2 minuta tek telefoni. Çdo njoftim e bënte zemrën të ngrihej, çdo njoftim tjetër e bënte të binte sërish. Ndërkohë në Sydney, Liridon kishte marrë mesazhin e tij. E kishte lexuar 2 herë, pastaj kishte shkuar me 1 herë tek Fatmia. Fatmia lexoi mesazhin. Duart i dridheshin aq shumë sa telefoni mesi e mbante. Liburn Krasniqi. Emri i tij ishte real, emri i Besimi ishte real, gjithçka ishte real. Por ajo kishte kaluar aq shumë shpresa të thyera, sa nuk guxonte ta linte veten të besonte plotësisht, jo akoma, jo pa diçka konkrete. Liridon shikonte nënën dhe ndjente diçka që kishte ndjerë rrallë, shpresën si dhimbje, sepse shpresa e madhe dhemb nëse shkëputet, dhe trupi e di këtë. Ata vendosën të kërkonin konfirmim. Liburni i dërgoi fotografin, skanuar, me 2 fëmijë mbi dheun e oborrit. Por ende duhej konfirmimi blot. Ky popull kishte kaluar shumë, dinte se jo çdo shpresë bëhej realitet, dinte se ndoshta kishte keq kuptim, ndoshta emrat njëjtë dhe foto të ngjashme ishin rastësi. Duhej diçka e pakushtëzueshme, diçka e pakundërshtueshme. Dhe aty, siç ndodh në histori të vërteta, por gjithashtu si na e kujton natyra se ka gjëra që nuk mund t'i imitojë askush, u kujtua shenja e lindjes. Besimi e kishte treguar Liburni këtë gjatë dikur. Kur Liburni ishte rritur mjaftueshëm, Besimi i kishte treguar se të 2 binjakët kishin shenjë lindjeje identike. Një njollë e vogël, kafe e errët, me formë të çuditshme si gjethe, pikërisht mbi bëryl të krahut të majt. Jo gjetk, pikërisht aty, pikërisht ashtu. Shenja e njëjtë, pozicioni i njëjtë, ngjyra e njëjtë, 2 trupa të ndara nga e njëjta zanafill. Liburni e shkroi këtë. I shkroi Liridonit. Pyete nënën, kemi shenjë lindjeje mbi bëryl? Kafe, si gjethe e vogël, krah i majt. Liridoni lexoi dhe ngriti kokën te Fatmia. Fatmia nuk foli, ngriti dorën, e çoi drejt fytyrës, dhe pastaj qau me atë lloj të qarit që ka brenda gjithë dhimbjen dhe gjithë gëzimin e njëkohshëm, ato 2 gjëra që nuk duhet të qëndrojnë bashk, por qëndrojnë. Po, tha Liridon tek telefoni. Po. Ribashkimi u planifikua me kujdes, sepse disa momente meritojnë të planifikohen. Jo sepse planifikimi e heq spontanitetin, por sepse kur ke pritur 20 të ca vite, meriton të paktën 10 minuta të qeta ku gjithçka është rregulluar. Vendosën se takimi do të bëhej në Sydney, sepse Fatmia ishte e moshuar dhe lëvizja e saj ishte pak e kufizuar dhe sepse Australia ishte bërë shtëpia e Liridonit. Liburni do të vinte ai do të kalonte oqeanin, do të linte Kosovën pas, do të udhëtonte me zemrën e tij të mbushur deri në buzë. Besimi donte të vinte edhe ai. Plaku insistoi me atë këmbgulje të moshuarve që nuk mund ta ndalësh pa u ndjerë i keq. Liburni nuk u përpoq ta ndal, e mori me vete. Bashk hipën në avion, bashk ulën në qiellin e kaltër australian dhe bashk afroheshin drejt asaj që kishin pritur aq gjatë. Aeroporti i Sydneyt ishte si gjitha aeroportet e botës, i zhurmshëm, i nxituar, plot njerëz me valixhe dhe me destinacione dhe me jetët e tyre. Por diku brenda atij aeroporti, Liridoni dhe Fatmia prisnin. Liridoni ishte ngritur herët atë mëngjes pa i thënë asnjë. Kishte ngritur dhe kishte qëndruar te dritarja. Fatmia kishte zgjuar edhe ajo, ndoshta nuk kishte fjetur fare. Kishin pirë kafin, pa folur shumë. Pastaj kishin shkuar. Ata qëndronin aty ku dilnin njerëzit nga kontrolli doganor, ajo zonë pritjeje që ka gjithmonë atmosferën e vet specifike, ku njerëz mbajnë lule dhe tabela me emra, ku njerëz presin me sy të skalituar tek dera. Fatmia mbante 2 duar të bashkuara para
Dhe pastaj dera u hap dhe njerëz filluan të dilnin. Çdo herë që dera hapej, Fatmia ngrinte syt. Çdo herë që nuk ishte ai, syt I binin pak. Pastaj dera hapej sërish, ngriteshin sërish. Dhe pastaj dera u hap dhe Liburni doli. Ai qëndroi për një sekond, I orientuar pak nga drita dhe zhurma, siç qëndrojnë njerëzit kur dalin nga hapësirat e vogla drejt hapësirave të mëdha. Syti shkuan nëpër turmën pritse dhe pastaj I pa. Nuk dihej se kush I pa I pari, ndoshta kjo nuk ka rëndësi. Ndonjëherë disa gjëra ndodhin njëkohësisht, sikur dy vale takohen në mes të oqeanit. Nuk ke si të thuash se cila vall arritje para, sepse takimi ndodh mes tyre dyve. Fatmia, kjo grua e vogël, me flokë të bardha dhe sy të thellë dhe shpirt të fortë si guri, pa djalin e saj. Pa atë fytyrën që e kishte mbajtur në zemër për të gjitha ato vite. Pa atë qeshjen e vogël si kopje e Liridoni. Pa ato supe që kishte çuar kaq larg nga krahërori I saj. Dhe krahët I ikën, jo metaforikisht, por fizikisht. Ata dy krah që kishin mbajtur Liridonin atë natë, që kishin shkruar letra, që kishin shtrënguar fotografi, që kishin bërë shenjë kryqi gjatë lutjeve, I ikën drejt djalit. Liburni ecte shpejt, pastaj vrapi, me valixhen pas tij, me besimin duke kapte hapin pas tij, me sytë mbushur me diçka që nuk është vetëm ujë, me gjoksin e shtrënguar nga ajo ngarkesë emocionesh që nuk I kishe parë kurrë bashk në të njëjtin çast. Kur e arriti, kur ju hodh në krah, Fatmia bërtiti, jo me frek, por me gëzim, me dhimbje, me liri. Atë britm që e kishte mbajtur brenda kaq vite, atë britm që nuk kishte dalë plotësisht asnjëherë, doli tani. E gjithë dhoma e aeroportit e ndjeu, njerëz u kthyen, disa qeshën pa e ditur pse, disa pikuan lot pa e kuptuar. Liburni e mbante nënën e tij të vogël e ndjente se si dridhej ajo nën krahët e tij, jo nga dobësia, por nga liria, sepse disa njerëz mbajnë frymarrjen kaq gjatë sa kur e lëshojnë, drithërohen krejtësisht. Dhe pastaj, aty, pak hapa, pas Liridon. Dy vëllezërit binjak u pan, dy faqe identike, dy syt identik, dy trupat ngritur nga dy jetë krejt të ndryshme dhe krejt të njëjta. Qëndruan të palëvizur për një moment, ato momente kur fjala është e kotë, kur çdo gjë që mund të thuhet është më e vogël se ajo çfarë ndjehet. Pastaj Liburni lëshoi nënën me kujdes, si të kishte frikë ta thyente, dhe ju afrua vëllait. Liridon nuk foli, as Liburni nuk foli, thjesht u përqafuan, me atë lloj përqafimi që nuk ka pozë, nuk ka ceremoni, nuk ka gjë tjetër, veç dy trupi që gjejnë njëri tjetrin pas shumë vitesh. Besimi, plaku me flokë të bardhë dhe duar të dridhura, qëndronte pak më njanë, shikonte, dhe faqet e tij të rrudha ishin të lagura plotësisht, por goja e kishte pak çelur, siç çelhash kur shikon diçka që nuk e bursi ta mbyllësh brenda. Kishte pritur shumë për këtë moment, kishte mbajtur familjen bashk me gjysmën e saj, kishte rritur djalin, kishte ruajtur shpresën si flakë vogël meserës, duke mbuluar me duart e tij, duke mbushur me frymën e tij. Dhe tani flaka kishte ndezur diçka të madhe. Kur Liridon e pa besimin, plakun që nuk e mbante mend nga fëmijëria, por emrin e të cilit e kishte dëgjuar gjithë jetën, ecte drejt tij ngadalë. Besimi ngriti syt. Dy syri ata të lodhur dhe të gëzuar njëkohësisht takonin sytë e djalit tjetër, djalit të Fatmies, vllait të Liburnit. Ata nuk kishin lidhje gjaku të drejt për drejt, por historia e kishte lidhur një lloj. Besimi ngriti dorën dhe preku faqen e Liridonit, me atë dorë të rrudosur nga puna, me atë dorë që kishte ndërtuar dhe punuar dhe mbajtur, dhe tha diçka aq të ulët sa vetëm Liridon e dëgjoi. Dhe Liridon, ky djali qetë që nuk qante lehtë, qau. Çdo gjë u krye aty. Ka gjëra që koha nuk I mund t'i largoj, mund t'i ndaj, mund t'i çojë nëpër oqeane dhe kontingjente dhe dekada, por nuk mund t'i fshi,
sepse disa lidhje janë shkruar thellë, shumë thellë, aq thellë sa as koha, as shtetet, as trazira dhe as harresa nuk arrin ta prekin. Dy djemt u rritën me gjuhë të ndryshme, me peizazhe të ndryshme, me miq të ndryshëm, me mëngjes të ndryshëm. Njëri ngjitej me erën e barit të Kosovës, tjetri me erën e detit australian. Njëri kishte mësuar të duronte dimrin e ftohtë të atë dheut, tjetri kishte mësuar të jetonte nën diell të huaj. Njëri kishte pasur baban si ankor, tjetri nënën, por të dy kishin pasur të njëjtën shenjë mbi bërryll, atë njoll të vogël kafe si gjethe, atë vul të natyrës, atë prove heshtur se vinin nga i njëjti vend. Shenja e lindjes nuk zgjedh, nuk di për luftime dhe largësi, nuk di për dokumente dhe kufi. Ajo qëndron aty, e pa lëvizur, duke pritur ditën kur dikush do ta njohë. Dhe ajo ditë erdhi. Javët pas ribashkimit ishin të mbushura me gjëra të vogla dhe të mëdha njëkohësisht. Vakte të ngrëna bashk, histori të treguara deri vonë natën, fotografi të reja të bëra, vende të vizituara, goja të hapura dhe zemra të hapura edhe më shumë. Kishte momente kur të dy vëllezrit qëndronin krah njëri tjetrit, para pasqyrës dhe qeshnin, atë qeshje çuditse kur shikon veten e shumë fishuar. Kishte momente kur Fatmia i shikonte të dy dhe Besimi, plaku i qetë, u kthye në Kosovë disa javë pas, por u kthye me diçka tjetër, me atë fytyrë të lehtë, me atë heshtje të qetë të njerëzve që kanë mbyllur diçka të rëndësishme. Kishte mbajtur premtimin, atë premtim që i kishte bërë Liburni si fëmijë, do ta gjejmë. E kishte mbajtur vite me radhë, jo ai vetëm, por bashkë me djalin e tij. Dhe tani duhej të kthehej, sepse toka e Kosovës e priste, sepse shtëpia e gurta e priste, sepse kishte jetë atje edhe pas gjithçkaje. Por u kthye me fotografitë e reja, me dëshmi, me historinë e plot. Dhe Fatmia qëndroi mes dy djemve të saj, në qiellin australian, me zemrën e plot për herë të parë prej shumë vitesh. Jo se dhimbja shkoi, dhimbja e viteve nuk shkon kurrë plotësisht, ajo bëhet pjesë e teje, si shenja e lindjes mbi lëkurë. Por tani dhimbja kishte shoqëri, dhe shoqëria e dhimbjes e bën shumë më të lehtë. Her pas here, vonë natën kur shtëpia ishte e qetë dhe gjithë të tjerët flinin, Fatmia hapte atë foto të vjetër, tani me kornizën e re, tani me xhamin e ri, por e njëjta foto e vjetër, me cepat e shtrembëruara, dhe shikonte dy fëmijë mbi dhe, duke qeshur mbi njëri tjetrin. Dhe tani për herë të parë, qante nga gëzimi, jo nga humbja, jo nga malli, por nga plotësia, nga jo ndjenjë rrallë, e çmuar dhe e brisht, se diçka e shpërbër u bë e plot sërisht. Bota është e madhe, dhe zemrat tona janë të vogla, por disa lidhje janë më të forta se oqeanet, më të qëndrueshme se shtetet, dhe më të vërteta se çdo kufi i vizatuar me dorë njeriu. Disa lidhje shkruhen në lëkurë para se të lindësh, dhe asnjë trazërim, asnjë largësi, asnjë kohë gjatë nuk i fshin dot, sepse ato janë shkruar nga vetë jeta. Nëse kjo histori të preku, nëse ndjeve diçka brenda, shkruaje në komente, shkruaj emrin e dikujt që do ta kishe dashur ta kishe pranë sot, shkruaj diçka për dikë që të mungon, sepse ne jemi të gjithë, një farsoi si ata dy vëllezër, duke kërkuar dikën në qiell të madh, duke shpresuar që shenja e lindjes do t'na njohë bashk. Faleminderit që u mbët deri në fund.